atje. Çfarë bëhet? Duke përfunduar. Kjo është tribuna veriore. Që kemi ndarë veri? E veriu ka tribunën më të bukur. Po këtu do jetë pastaj prapë edhe këtu. Kjo janë njerëz në këmbë. Ulur? Jo, në këmbë. Kjo është këtu në këmbë dhe tribunat janë ulur. Aty është ai globi. Aty është globi, po. Po bëjnë kubin tani, pastaj është pjesa tjetër. Po sa punë ka akoma si Pjesa e strukturave mbaron sot nesër drejt maksimumi. Strukturat, plas çan kulla ndriçimi mbarojnë sot gjitha. Çdo gjë deri te do të përfunduar çdo gjë. Se fillojnë pastaj bëjnë provat për ndriçimin e për dritat, lazerat. Paralelisht tani punojnë ekipe ditë-natë, 24 orë. Është gjithë teknika që rajoni siguron, sepse është teknikë shumë e vështirë për të gjetur, sepse gjithë bota punon shumë me domos kontinent. Kërkon një impenjim të jashtëzakonshëm. kjo ka kapacitetin për 60.000, 30.000 ulur, 30.000 sa dhe 30.000 këmbë. Tek ekipi I artistit. Ky është një event I organizuar tërësisht nga grupi privat. Partner shqiptar, gjerman, turq që kanë marrë përsipër gjithë këtë ndërmarrje kolosale. Dhe shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro siç thon sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion deri tani që flasim më shumë se sa ata që blen biletat dhe erdhën për finalen e Conference Ligës. Ky event, nëse do të mbetej paralizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e kryeqytetit. Sepse ata mira njerëz sjellin një impakt ekonomik të menjëhershëm, por sjellin dhe një impakt ekonomik hap pas hapi. Mr. Prime Minister, this is Steve from Turkey. Hey, how are you? He is in charge for the North Tribune and the Globe, the Cube. So you are going to finish soon, okay? Pjesë e mirë e njerëzve të cilët edhe dizinformohen, nuk e kuptojnë rëndësinë që ka ky event, rëndësinë që ka kjo ndërmarrje, jo vetëm nga pikpamja 1, 0, lift off. Lift off. Every day, history unfolds. Chance to change the lives of millions of people for the better. That's what I came into politics. A decision is made. A question is asked. A protest begins. A missile is launched. A treaty is signed. Change the political structures in this country for a long time to come. It is deeply humbling. A vote is counted. The world changes. We will have to raise our voices. We oppose violence. Hate, it is not a solution. We demand accountability from the government. Are we ready? But before the headlines, before the debates, before the opinions, there is the moment itself. The words that were spoken. By 2008, we knew that Epstein was a convicted sexual abuser. How was that not a deal breaker for the president? If you, Congresswoman, asked Bill Clinton that. The people who lived it, the images that tell the story, because the closer you are to the event, the closer you are to the truth. At APT, we believe news should begin where history happens, not where the arguments begin. Or do you want to go there? That's why we bring you the moments that matter. Accurate, powerful, timely, so you can see more, understand more, and decide for yourself. Accurate, powerful, timely,